Mirëdita të gjithëve. Ndodhi ajo që nuk duhet të ndodhte. Inteligjenca artificiale ka krijuar një virus biologjik. Pra jo një virus informatik, por një virus biologjik që mund të shkatërrojë qelizën brenda një dite. Pra mund të shkatërrojë njerëzimin brenda një dite. Është një lajm i freskët, nuk ka 2 ditë që ka dalë në revistën Science, revista më e rëndësishme shkencore botërore. Tani, pse dua t'ju flas për këtë? Sepse disa mund thonë, po mirë, ja që u informon, po pastaj ç'të bëjmë? Duhet të dini që informacioni është dije dhe dija është pushtet. Kush është informuar, padyshim nesër do të di se si do të cilët. Pra, ka një informacion më shumë dhe do të di se si të mbrohet nesër, nëse do të ketë mundësi për të mbrojtur. Kush është rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihni sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Sinqerisht po e them. Tani, ky informacion është në ekskluziv për ju, sepse s'ka folur në asnjë vend për këtë, është i freskët fare si lajm, por doja t'ju thoshja që kanë punuar 2 institute ose 2 universitete të rëndësishme. Një është ARC institut dhe tjetri është, me fjalë universiteti është Universiteti i Stanford. Dhe diçka tjetër. Nuk kanë krijuar vetëm një virus, por 16 variante. E dini se çfarë do të thotë kjo? Pra 6 variante të ndryshme bëjnë teste, që të shikojnë se deri ku mund të arrijë me fjalë inteligjencë artificiale për të krijuar një virus biologjik. Po e dini se çfarë mund të ndodhë me një gjë të tillë? Nëse mbani mend, kemi folur për Atlantidën e humbur. Disa pretendojnë që kanë qenë pikërisht viruset që shkatëruan njerëzimin. Disa thonë teknologjia e madhe, me fjalë me aviona apo këto problemet klimatike që ishin shtuar intensifikisht, apo problemet tjera të një bombe nukleare etj. Pak rëndësi ka. E rëndësishme që njeriu nuk zëmend, dhe kjo është gjë më e rëndësishme për të diskutuar. Megjithatë, doja të nënvizoja që ky lloj projekti i është vënë një titull, sepse para ca kohësh ndodhi diçka që flitet shumë pak. A e dini që ka një tjetër lloj çati i quajtur Evo? Ky lloj çati është krijuar pikërisht nga këta 2 institute dhe janë shpenzuar 9 miliard për të krijuar këtë lloj çati, çatin Evo. Bile do t'ju them, tregohet që ka investuar shteti, pra shërbimet sekrete me pak fjalë. Dhe mendohet që është çati më i sofistikuar i dalë ndonjëherë, sepse algoritmi që përdoret në të, përdoret pikërisht nga ushtria. E kemi thënë dhe më përpara, është një zotëri që bën algoritmi, me fjalë ai që ka mikrochipet e algoritmet brenda çatit, që është zemra e një çati, dhe është ai që financohet direkt nga Shtetet e Bashkuara. Dhe mendohet që ky çat, pra Evo, është ai më i sofistikuar dhe që mund të krijojë çdo gjë. Në fakt, ata krijuan pikërisht këtë. Pra këta 2 universitete krijuan sekuencën e ADN-s. Pra sekuencën e ADN-s në mënyrë biologjike, nga hiçi me anë të inteligjencës artificiale. Tani është për të diskutuar, sepse ndonse ose e bëjnë qëllimisht, them unë, ose kërkojnë që të bëjnë teste për të kuptuar që se si mund të shpëtojnë njerëzit nëse do të shfaqet një virus nesër. Por virusi nuk është shfaqur ende. Normal që dikush do të thotë që po mirë, duhet të përgatitemi. Dakord, por ti kështu, pra duke krijuar këto, duke bërë këto teste dhe duke bërë sekuencat ADN-s dhe duke nxitur inteligjencën artificiale, ti nuk po bën gjë tjetër veç se po e mëson. E keni dëgjuar atë fjalën kur thuhet që inteligjenca artificiale tashmë po mësohet sepse kanë marrë të gjithë librat dhe duke i deshifruar ato dhe duke studiuar, inteligjenca artificiale sillet ashtu siç edhe njeriu. E keni dëgjuar apo jo? Bakteri quhet FX, pra F pik X 174. Dhe ky lloj bakteri që fillimisht me një fjalë e ndërtuan, sepse fillimisht ndërtuan ose krijuan rreth 700 baktere. Nga këta këtu ishin ata 285 që ishin ata më rezistentët. Dhe nga 285 rezistentët ishin ato 16 variante që dolën, që u shfaqen. Pra bën një sekuencë të ADN-s, krijuan këto variantet, krijuan bakteret e para dhe pastaj variantet që dorën 16. Dhe dëgjoni mirë, ky FX174 sa po e vendosën në qelizë e shkatërroi qelizën brenda pak sekondave. Pse duhet të bëjnë një test të tillë? Për çfarë arsye?
E përsëris edhe një herë, disa pretendojnë që thonë që ky është një hap gjigant për shkencën, sepse mund të parandaloj probleme qofse do shfaqen nesër probleme, të çdo lloj bakteri. Nuk e di më kuptoni apo jo. Sepse në fakt nuk duhet keni panik, thot, sepse nuk është ky problemi. Me fjalë, ne po e kontrollojmë inteligjencën artificiale, po siç ju thash më përpara, inteligjenca artificiale po mësohet dal nga dal dhe nesër mund të krijoj vetvetiu. Siç ju thash dhe disa videot e mëparshme, ka patur raste që inteligjenca artificiale ka kërkuar që të resetohet, pra të bëj vetë kontrollimin e vetvetes. Dhe në një të ardhme, ndoshta mund të ndodhë e njëjta gjë. Pra mund të ndodhë që ajo ti thua që mos e bëj këtë, ajo insiston që të bëj diçka për të shkatëruar, sepse pretendon që ti po bën të pamundurën që ta eliminosh. Dhe kështu që arrin që të eliminoj ty. Tani, ç'është e vërteta, vdesin në botë nga bakteret rreth 7.7 milion njerëz. Pra 7.7 milion njerëz vdesin nga bakteret të ndryshme dhe rreth 1.27, pra 7.7 milion njerëz është shumë, 1.27 milion, pra 1.200.000, parafërsisht 1,5 milion njerëz vdesin nga rezistimi ose rezistenca e këtyre e ilaçeve, pra e antibakterial, ilaçeve antibakterial dhe antibiotikëve me pak fjalë. Dhe është për të theksuar që këto teste, si thon edhe në këtë revistën Science, thuhet që po bën pikërisht pra për të eliminuar këto probleme në të ardhmen, pra për këta 8 milion njerëz në botë që vdesin pikërisht nga bakteret. Dhe për të eliminuar këto baktere, këta kanë shpikur para pikërisht këtë lloj sistemi me inteligjencë artificiale. Pra një sistem tjetër me këtë variantin që mund të eliminoj çdo lloj bakteri. Tani doja t'ju pyesja juve, a mund t'i besojmë inteligjencës artificiale sipas jush? Apo është sepse nëse mbani mend, ndodhi një problem i madh para 4-5 viteve. Dhe humbën jetën miliona njerëz në botë, nga një diçka që doli publikisht që ishte e modifikuar, pra një diçka i modifikuar që bëri që humbën jetën miliona njerëz. E kemi thënë në një video të mëparshme dhe ka dalë publikisht, bile edhe disa janë arrestuar, bile edhe Fauci tani është në gjyq pikërisht për këtë, sepse ai aprovoi pikërisht atë që nuk i themi dot emrin. E aprovoi dhe sidoqoftë krijoi probleme të mëdha, sepse pikërisht ato gjilpëra vazhdojnë që të vrasin njerëz ende sot, sepse nuk arrin dot, jo vetëm ta mposhtin atë lloj bakteri, por krijon probleme të rënda në imunitetin e trupit, njëkohësisht edhe në qelizat e trupit njeriut. Kam shumë për të thënë, por ndonjëherë nuk mundem. Doja thjesht t'ju informoja që ka dhe të rinj që me motor ngrën nivelin e gazit, sikur ta bëjnë qëllimisht, megjithatë doja të thoshja që është për t'u ardhur keq, që nuk doli mirë i pari dhe po mundohen që të bëjnë një tjetër. Kjo më vjen të them, megjithatë ju çfarë mendimi keni? Sepse të krijosh një virus në laborator do të thotë që atëherë është e mundur çdo gjë. Dhe një virus që mund të shkatërrojë qelizat brenda disa sekondave. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.